A dëmtohen mushkënit nëse nuk trajtohet apneja, nëse 5 vjet kam apnej të gjumit dhe se kam trajtu? Më shumë të dëmtohet zemra edhe truri. Truni po se mbet pa oksigjen? Zemra edhe truri më shumë të dëmtohen, edhe zemra më shumë të komplikacionet të shfaqen me zemër. Njerëz kanë me pas probleme me zemër, e para, tension, çrregullime të ritmit, sëmundje iskemike, infarkt, vdekjet parakoshme, po dhe në tru që i përmenda demenca edhe probleme, sulmin në tru, edhe kështu me radhë, edhe po ashtu edhe çrregullime endokrinologjike. Në për shembull diabeti mund të më zhvillu, për shkak se niveli i lartë i adrenalinës së sistemit simpatetik që e kemi të aktivizuar gjatë natës bën që krijohet rezistencë në insulinës, edhe njerëzve i hyp sheqeri. Pastaj zhvillohet edhe obeziteti, shkon çark vicioz, njeri bëhet gjithmonë më keq. Si rezultat krejt këto që po i përmend duhet me ulëmtu fillimisht apnen. Problemin më bazik.